Për me fitu, Imria ka me fitu. Imre Ahmeti po thuhet që fiton. Po. Pse fiton Imre Ahmeti? Pse ka punu? Ka punu. Po. Mendon që Lipjani do jap edhe 4 vite? 90%. 90%. Përqindja e madhe kjo? Përshëndetje miq të emisionit 05, jemi në qytetin e Lipjanit. Jemi këtu për pyetjen, kush është kandidati ideal për ta fituar Lipjanin më 12 tetor? Ta shohim se si do përgjigjen qytetarët e kësaj komune. A keni një moment, kush i fiton zgjedhjen Lipjan? S'kem koment. Sipas teje. Për me fitu, Imria ka me fitu. Imre Ahmeti po thuhet që fiton. Po. Pse fiton Imre Ahmeti? Pse ka punu? Ka punu. Po. Po kuna tjerëve ka punu boll. Se kuna kryetarëve tjerë më hershëm ka punu. Do me thonë Imre Ahmeti sipas teje ka punu më shumë se ata tjerë. Po. Edhe për këtë arsye ti mendon që Lipjani do jap edhe 4 vite? 90%. 90%. Përqindja e madhe kjo? Rregull, faleminderit shumë, përshëndet. Respekt, kalorimi. Gjithashtu.